Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje. Selam aleikum. Mirë se takuam edhe këtë të premtë në Z Podcast, emision javor çdo të premtë duke filluar nga ora 20, gjatë muajit Ramazan çdo të premtë dhe çdo të martë. Në Facebook Bashkia Islame e Kosovës dhe në YouTube Z Podcast. Dashur miq, do vazhdojmë të sjellim për ju tema nga më interesantet. Aktualisht jemi në saktësisht më 7 mars, epopeja UÇK-s. Pikërisht për këtë temë do të flasim sonte, të shpalosim disa gjëra nga aktivisti i madh profesor Feta Bekolli me ne sonte në studio. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Faleminderit juve që u përgjigjet tesës këtë ditë të premtë, ndoshta me angazhime të mëdha, 5, 6, 7 mars. Profesor, mbaruat shkollën fillore në Dragobil të Malishevës. Po. Më pas medresen, më pas fakultetin e orientalistikës. Po. Po, si erdhi puna të inkuadrueshit në UÇK? Po. Si? Pse u inkuadruat në Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës? Pse u inkuadruam në Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës, lindi kushtrimi mu nga këto data që i përmendim në epopejën e UÇK-s, në familjen Jashari. U lëshu kushtrimi për atë dhe Jasad Okur, ranë një familje e tërë, thuja, 20 anëtar të familje, për këtë ditë, për lirinë e Kosovës, dhe mu ajzon, natyresht, shkoj, apo erdhe në veshin tem, edhe në shpirtin tem, dhe të shumë e shumë bashkëluftëtarëve të cilët në mënyra të ndryshme kanë kontribuar të ndihmojnë këtij atdheu, të vetëdijshëm që do të vijë një ditë që do të është domosdoshme me u ballafaque me këtë anmik, me këtë pushtues të papar vende tjera, thonë. Dhe natyrisht ai zonë erdhi edhe në veshin tem, shpirtin tem, dhe ju përgjigja. Si moment për të përgjigjur këtij zoni, këtij kushtrimi, ishte, thash, familja Jashari, lufta e tyre, komplet, me burra agra, me fëmijë, me të ri e me pleq. Jo vetëm familja Jashari, po edhe lagja Jashari dhe të tjerët, me ramin e tyne, unë ngritën dhe dulen në skenë të gjithë ata që në mënyra të ndryshme kanë vepruar, kanë kontribuar në interes të vendit. Tani ishte momenti. Dhe ashtu u bë. Unë e pata dashtu i fatin, dhe tjetrën, se u më në Tiranë, t'jam në varrimin e familjes Jashari, me 10 dhe 11 mars. Dhe për mu kyç në Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës, me 12 mars, në fshatin Rogov ku isha imam, fëmijët i kum pas në shkollë, 4 fëmijë ishin. Dhe unë e dola se me 10-in jam shku Mazdreke në prekaz në gjithësisht në Skenderaj, ku kanë qenë kufomat. Ka mbrëmja i kemi përgadit në atë mundësin tonë, mbrëmjen e janë marë kufomat, ma vonë e kemi kuptu që kufomat janë shku, tash ku janë atje i kanë dërgu, kishin qenë varët e Qirnë, dhe janë munu serbet me eskavator me mbulu kufomat, ka darë zoti ka qenë ngric, ka qenë edhe nga pak lakshti, një pjertësi e madhe, nuk o tash, sikur është tash, po ka qenë pjertësi aty, dhe eskavatori dhe varri e ka ndërprej varri, së ne ka kalu për me dalë të varri tjetër, për me mbulu, veç e rrethit që ka kanë mujtë, një shqit ka pak dhe. Edhe të nesërmen, na dha shansa, jemi shku dhe i kemi varros. Rrugtimin deri te varrosja, bujtje ku kom bujt, me kënd kom qenë ato i kom thonë,
era tjera dhe s'du me I përsërit. Por, të thamë që rrethonat diktuan se unë në prekaz jam shku me marr pjesë në varrim. Nga se kishit obligim? Jo, Okej. po këtë e kam praktikue edhe nga vitet e 80-ta dhe të 90-ta, kudo që në është vra një demonstrues, ose është vra një ushtar shqiptar që veç fillun me vra ushtarët, me pretekst që kanë vra vetën, dhe të gjitha varrimet kemi marrë pjesë. Një njëjtën mënyrë, do isha me marrë pjesë edhe në prekaz. Natyrisht jam shku me shokët e mi nga Krusha e Madhe, të dytë hoxhallar, shok klasës, edhe hala pa fillu për me marrë me kufomat, vjen një ultimatum nga pola serbe, që duhet me lëshu atë vend, atë që e gjajmë natyrisht që ka me pas pasoja. Me justifikimin se Mjaf ma, ne për ju lusmi varosni, ju nuk për varosni, po pretim ju ardhë Amerika, po komisionet ndryshme botnore, e atëherë tash I morëm në ndorë. Edhe mo, veç mu largu prej aty, edhe masa si masa, pse ishte ultimatum prekune pranë mikut shekullor dhe të përbetu, fillun me u shkep, aty kemi met 11 veta për fillim, dikur me bon 12, dhe kemi fillu me I përgatit kufomat, që kur të vinë, le të na gjejnë të I punu. Të një prapa ta e bojnë të vetën, por ne të jem në aktivitet. Edhe kemi fillu edhe me I vendosë në arkivole, edhe me I shënu emrat e atyre që I vendoshim, edhe nga një numër. Ja kemi qitë të gjitha arkivoleve, edhe sa vanu shumë. Në to ishte edhe familja? Jo, nuk ka vanu shumë, edhe kanë ardhë forcat serbe, me blinda, me snajperista kanë hypë për rreth shtëpive aty ku ishin varrezat e vendosne, dhe kanë blokua hermetikisht atë perimetër, që s'ka mujt levizmu kush as me dal jashtë, as me hy mrena. Kanë ardhë me 2 kamion për bartjen e arkivoleve. Janë ardhë me disa veta, afër 20 veta, janë ardhë të uniformum si punëtor, ose si të burgosun, nuk e kemi ditë ka janë ardhë ata, po detyra tyne ka qenë me I marë kufomat dhe me ngarku në kamion. Mas pa ka ardhë një grua që tash është ndjerë, një një shoha Halimi, që shka Himrana, atë ditë e sot, nëse tash është ndjerë, nuk e di, mirë po, tash ne u ndim keq, se I rrethonat ishin të jashtëzakonshme, prikte çdo gjë. Tash me ardha e sa do këto grua, ja pa për të madhe, po vendasit e njëshin kushon, unë ju, po thonë, kamëra që kjo? I tha dikush, pse bra I një shahirë? Tha, po, jeta pa Amini nuk më duhet mu. Amini kishtë janë aty mesin tonë, bashkët I saj, dhe ka qëndru ajo dhe I ka përfundu qitë përgatitja. Pra, thash, me kamiona, me 2 kamiona, ne I mershin kufomat, dhe me secilin kamion, e merrin nga ne që ishmi aty peng, dhe lishin në vend ku vrehet prej të tjerve, me qëllim që mos me shti ushtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës në ta. Vendi kur e kemi kuptuar ku I kanë qu, na kanë njoftuar që janë të varrezat, edhe kështu dikur kur përfundum atë, neve na thanë, hecni, natyrisht, jo me atë gjuhën e butë, po të tyne, dhe ishtë një moment ka shkojmë. E di që 6 vete e mi hypë me një ladë aty.
edhe pse kanë qenë të Skenderajt, burrë grua nuk kanë mujtë me shku të banesa vetë. Se rrethonat e tilla janë ardhur me ne, dhe kemi bujt të një mjek, stomatolog, një burr jo i mirë, po super i mirë, një familje mirë, na kanë prit mirë. Aty kemi bujt, aty natyrisht imi nxehtë, se ka qenë ditë e ftoftë e mundimshme. Aty na kanë ushqy dhe deri në mëngjes, thuja deri vonë nuk na ka marrë gjumbi, po kur na treguan ku gjenden kufomat, atëherë u rehatun pak. Pritjen e doktor Abdylit nuk e harrojmë, po edhe guximin e tij se me ne ishte Zekaria Cana, që njihej njëri publik, nuk ishte letë mja qelë derën, me thonë bujrum, se natyrisht ishin edhe pasoje që mund të ndodhen. Mirë po ka dasht i madh i Zot, kemi pushu atë natë aty, me atë gjitha atë mikpritje, dhe të nesërmen në mëngjes, atë ka qenë orë policore, dhe në ora 10. Për i dritareve ka qenë së di cili katë, banesa po nalt ka qenë, 5-6 katë. Për i dritare shemi naj qenë, naj macë, naj najlon që lëviste fryma, njëri gjallë nuk lëviste për aty. Po kom gullës Zekaria Cana me dalë jashtë, edhe për kundër lutjeve prof, mund në ndodhë diçka, jemi shku të krysia Lizë Demokratike, ku kanë pas Selin, aty kryetari s'kish mujtë marrë në bazë të rrethonave, që po dije, dhe janë bo disa veta, janë shku, kanë kërku leje në stacionin policor, në Skenderaj, se po dijet, s'ka pas mundësi tjetër që shkojmë pa leje të vendosmi, është do në leja me kusht që mos të preket as një kufo. Ashtu si që i kanë gjujt në varë, në atë mënyrë veç me vepru, veç me imbulu. Edhe ne shkum atje, i pash që veç ma tepër se gjysa kanë qenë jotë të vendosën mirë. Edhe mrapsht, edhe kam poshtë kryt në alta, po e kundër ta, jotë të ratum në varë, për shdo gjënë e këshilloheshim me Zekaria Canën, dhe i thonë prof, që to kufoma nuk janë të gjujt në mirë. Thotë, shka të bojmë? Thash, mi këthy marë. Ndalëm këqyri për seri njëherë. Thash, po provojmë, në del punë, po provojmë. Veprani. Me rrypat pantallëve, i kemi këthy marë. Aty kanë orë ndërkohë, 5 vajzat e Basit Shaban, 5 motrat e Ademit, legendarit, Tomsës. Janë orë, janë përshëndet mes veti, ja kanë shno shkryt, njëna tjetra se kanë ushlu, nuk kanë bo as ma të voglin zonë. Mërë me menë, baba, nona, 2 vllazën, kunatat, nipat dhe mesat, 20. Kanë najtë që shqip ka hija soj familje. Edhe kanë pritë te është kry. Te është kry varrimi, kura kry varrimi, prap po i thamë profit. Profesor, të orndohësh, thash du me e falë namazën e gjenazë. Ka këshyrë njerë. Thash po, prof. Imi shku, kemi marrë abdes në Prock, tash është mbulume, ajva? Kanë qenë edhe 4 veta të Krushës madhe. Aty prezent, 1-2 ferizaj, kështu diçka, po 7 apo 8 veta, nuk i kom numru, ju më dali ma, edhe një ples njani prej tyne ka pas, i Krushës madhe është, dikush prej tyne ka morë plesin kokë, pi kokës tina ma ka qitë mua, e përfundum namazin. Edhe prej aty ti mi shku në Kulla që ashtu
e shkatru në thuja, çdo gjë që kanë pas për toke, e kanë thy, e prej kullës, në mbrëmje, në Krushanët, jo më ardhë, në të 11, do thotë nesërmen, jo më ardhë në Rogoft Hasit aty ku isha imam. E të nesërmen, tash dole në shkollë, të gjej dikon, të bisedoj me dikon, isha fillestar në atë fshat, një regionit tjetër. Nuk njihja kështu shumë njerëz, po një Safet Gashi kishte qenë e pror në ushtrinë Jugoslava atje, edhe një Asimir i ti profili, e ka brejnë në shpirt, edhe ati duhet me bo diçka që nuk shkohet kështu ma, po Blitz kish hetuar, Euronews e kish dhoni një inqizim gjatë varrimit, edhe thot, du mi ofru qitina. Unë ku përshkoj në shkollë, aj për dritare, po këqyr, edhe më ka vrejt mu. Thotë më kanë dëgju në zonësit ku këmë thonë e gjeta. Jem shku në shkollë, ka dalë në fund të shkollëve, ku jeti shku, thash në shpet, thash po shkoj, tha, du më arë mas pak, është arë Safeti. Me njerë kemi fillu që ka të bojnë. Po, unë i thash Safetit, unë jam i regionit Malishevës atje, nuk i njoh njerëz, ti i din kush është veprimtar, kush i përgjigjet, kush i besueshëm, ti i njeh njerëz, unë veç bëj amin. Edhe Safeti kështu mas 2 dite, ka boni një 5 qek kështu, imi taku në nodën e xhamis, të mombit, pastaj kemi rrit numrin një bon të 10 veta. Ato 10 veta kanë qenë të fshatrave të ndryshme, me një qëllim që t'i lidhmi të gjitha fshatrat. Se misioni jonë, si has, ka qenë pritja e ushtarëve nga Shqipëria për Kosovë dhe përcjellja e ushtarëve nga Kosova për Shqipëri. Sigurimi i terenit. Kjo ka qenë një detyrë jona prej matronave. Sepse për me kalu kufinin, aty ka qenë tereni minum, aty ka qenë, kemë mujtë me shku vetëm në rrugë tytësore, apo rrugë që thojmë ne pa rrugë, se rrugës ka lëvizën miku, po edhe forcat të jashtëzakonshme të stacionuar rreth, edhe fshatrave të Hasit, po edhe të kufinit. Mirë po, ka derë Zoti që Hasianët, që falëndroj Zotin që kumë qenë në atë region, të gjithë të gatshëm, fillum punën tonë, njerëz që njeni kufinin, njerëz besnika, edhe këtu, këtë studio, të betohem krijuesin e gjithësisë, që Hasianët nuk e kanë qitë konë prit, apo që të vrahet dikush. Do thëmë me përgjithësi, para Zotit edhe para kombit. Po, janë vrahë edhe vetë, kemë shumë dëshmorë, kemë 43 dëshmorë, të Hasit andej dhe këndej kufinit, kemi edhe civil, që forcat serbe ndonë me njëherë në Rogoft Hasit, i kanë vrahë, dhe të tjerë, që të gjithë argat, apo të gjithë të angazhum në pritjen dhe përcjelljen të ushtarëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Pastaj, kemi fillu njëherë, kemi armatos zonat tjera, ne se ishmi pak. Edhe dikur, kur u bom shpita man, u rrit në umri, se secila kjo dheqja jonë ka pas secili në aty ku vepron të fshatin e vetë edhe një dheqje tjetër. Dhe ta një dullum haptas, fillimi ka qenë Iran, qëto lëvizje tonë e kanë vëzhgu, e kanë përcjell njerëz,
po nuk kemi ra as në prit, po dhe nuk kemi nalë për as një sekund. Kështu sa për fillim. Prej në fillim, shtabi regional i Hasit, ma vonë shtabi regional Nimishi i Hasit, e ma vonë brigada 126 Hasi. Që të trijat kemi qenë aty, me ata burra, me ata djem, me ata që i deshti Zoti, ata e ndëshmorë, me ne që në kalonë dhe tjetojmë, inshallah në mbroni madhe, Zot me shku me faqe barë për kësaj. Profesor, jemi me da 7 mars. Çfarë ju kujton juve 7 marsi? Si e përjeton sot profesor Feta Bekolli 7 marsin? 7 marsi, 5, 6 dhe 7 marsi, Po. këto shkojnë bashkë, thash ishte kushtrimi, ishte themeli, gur themeli i lirisë Kosovës. Dhe ne çka ishme jashtë ngjarjeve, realitetit që ka pëndodhë aty, ka qenë ranë. Ne jep kjo shpresë lajmet e mbrëmjes, kur thonin që Adem Jashari nuk është vra, ajo është gjallë. Dhe ne ty menu që komandantin e kemi gjallë, po inshallah dhe të tjertë. Jo ishit në dilemë, nuk e dishit sikur. Jo, deri kur jem shku të kofumat. Bile kemi dalë prej Kerrit, shpejt me shku me po, a kem gjallë. Deri sa ke pa vetë. Deri sa kem pa vetë, nuk kemi besu. Kur po nuk deshit ta besonit, po nuk ishit. Po valla. Ishte rënd ta rënd ta besojmë, nuk deshmin ta besojmë. Po realiteti ishte ai që nuk ish vrarë komandanti, bashkë me 20 antarë të familjes, me Dajn Osman, edhe me të tjerët që kanë qenë të lagjes edhe njerëz tjerë, krah komandantë, po që në ato betejë, në atë luftë që janë të vrarë. Ishte moment i ranë, këto ditë. Deri kur, deri thash, ne kemi tentu me qëtatin e dishmi që janë margë, se lajmërojshin, me 8-in kemi dasht me shku me shok të Krushës, ne kanë lajmëru që nuk po lejojnë, s'ka varrim, me të nanin, njëjtën mënyrë, bile pas jo nesë mu më dul një kufomë aty, kisha mu marrë me kufomën në fshat, ata janë njësë janë orë deri në Drenas, dhe janë detyru me u këthy, e me të 10-in kemi orë deri në Drenas. Ty e kalu Drenasin, kjerët për na bojnë me drita, dishka kam ta, kemi edhe më shaja në ollë, dhe më shkoni manej, se pos dhokjen e keni në Marinë. Marinë tash, që është një vend, ku mbanë në gjiun e vetë ajo tokë, shumë dëshmorë. Edhe jemi këthy për aty, jemi orë prapë në Drenas, kemi pyet njerës, ka mund shkohet në prekas, ne kanë thonë me shku Kaqirezi dhe Likoshani, të cilët veç një javë për para, me 28 shkurt, ishin vra në Qirez dhe Likoshan, 24 banor të fshatit, këtyre 2 fshatrave. Edhe këtu, ka pas një fat të tillë, t'jem në përgaditje në kufomave, bashkë me Jetullah Xhanin, një imami i Drenicës, edhe këtë herë për thamë se nuk e bëj tepër një model si duhet jetë imami. Me marrë shembull, edhe qëndrimin e tij, edhe fjalën e tij, edhe atë modesti, atë karakter time, të pashoq. Bile kur unë po, ne jemi njohë më herët, se ai ka qenë klasë 4 në klasë parë medrese. Kur unë po, tha, mirë se të pruni Zoti, tha, po do kam me thonë, tha, këtë gazep. Ka qenë një imam i posa emnum në gjamine të në fshatrave, një Mulla Ibrahimi, ma vani e ku mësu emnin, djali i ri, e për me largu nga
kufomat aty, se sigurisht u ballafaqo kjo për herë të parë, se në atë moment kemi qenë te Rukien e Bihu, ka qenë një femën, shtatzan, e sakatosur në keq me mjetet forta, ka pas kokën e qane, me gjithë kunatin e vetë, ai ishte i plagosun, dhe hoxhës ri ja dhash gjyben, apo ja dhash një palë temë që bojshë, thash mama ti qiton, edhe me jetën kemi fillu, bashkë edhe hoxha prezentoj këty, me i përgadit të gjitha, thamë të drejten, se në ka ra në hoxhalari, në ka ra me po loj kufull, sakatosur. Po familja Ahmeti ka qenë tepër sakatosur, tepër e maltretume, që ndoshta edhe për gjalli, bas të shajave, në fulla që pjesë hunës gjymtyrëve, gjakët e gjitha, ajo ka qenë ma ranë, prej atyne që kemi pas. Se kalova atje, po do me thonë që prej aty, me njëherë, se me të tretin mars tani janë Varros, familjet e Dikoshanit dhe Qerezit, dhe me 10 mars po bjen me u Varros prekas. Të tëtë, sa për bjen 5-6 ditë mes, ndodhen këto dy thamë fatkeqësie po humbjet njerëzit, por familja Jashari kanë luftuve i madh dhe i vogël. I kanë qenë të përgatitur vllaja. Se unë thash që kam qenë edhe 31 dhjetor në atë familje. Do thotë veç janë paralajmëru. Ka qenë edhe Ramazani i shkurtit, kur tregon nën Zahidja që imi kanë sëfër, kanë gjujt, e shpreja ajo atë, se si kanë gjujt, ju tregon 2 generalve, apo 2 komandantëve legjendar, Ademit dhe Hamzës, mesin e tyne, tregon, do thot, nuk ju ka ndodhë hata hile, me thonë valla, po ajo ka qenë një përgatitje shpirtnore e të gjithë banorëve, apo të gjithë antarëve të familjes Basit Shaban, që mos me elshu shpijen, se jem shpiton, jem shtetin tonë. Po serioziteti i forcave të serbe, vlerën që e ka dhënë asaj familje, apo sa ju ka ndroa asaj familje, tregojnë ato mira forca, të gjitha armë, të gjitha profileve, me sulmu një shtëpi. Ata i kanë dhënë vlerë, e kanë çmu atë Jasharin, se vërtet e ka çmu dhe i madhe Zot. Dhe sot këto 3 ditë me 5, 6 dhe 7, jo vetëm këto 3 ditë, po sidomos këto 3 ditë gumzhon zoni i shqiptarëve nga gjitha trojet, vinë dhe vizitojnë vendin ku prehen dëshmorët dhe familjen e Basit Shaban. Profesori, Varrosët, familjen Jashari, por nuk treguat për këtë 10 vite aty parni. Pse? Po nuk e shesh në të rrugës për 2 arsye. Në ne, shka me thone, kum Varros, na jem hoxhallar, dhe kur duhet me kry një punë, sidomos në varrim, ne duhet me bo punën tonë. As arsye, as si kesha leju vetën me u kthy, për pa jo falë namazin e xhenazës. Po, pse nuk i ke tregu? Besojmë Zotin vetëm familja edhe shok që kemi qenë bashkë. Këta kanë ditë.
Ata kanë mujtë mi thonë dikuna, unë e kur. Më do kësi edhe ma mirë i shkon që ashtu me najtë. Edhe sot që po flasë për ati. Mirë po do ke me u thonë, vërtet. Se i jetë bërqë. Njeni më pa thonë, jo për këtë rast, po kështu në bisedë, Sarajevisha. Tha, ju tha, e për meni modestin, thash po, profeti a.s. ka thonë modestia o krenaria ime. Tha, po për modestin e te pru me shka thush. Unë ala. Të rëgoj unë, thash, modestia te pru me, tha, është që qanë lëk dhe është tradhti. Thash qatë parën për marrë me qef, që qanë lëk po që kjo e tyta ko ka pak e shtirë. Thash pse tradhti? Tha traton në realitetin. E traton në vërtetin. Kjo nuk është në rregull. Nuk është në rregull. Mas 10 vite, thash, dola për herë të parë. Tregova që kjo punë është kry kësisoj. Kjo varrimi i jasharëve. O kry në mënyrën më të mirë të mundshme. Të thotë, s'ka me të kur gjo që a mujtë me bo se s'është bo. Me ato rrethana që ishin? Për rrethonat e kryume. Edhe vendosja në vare. Edhe shënimet që i ka marrë Emin Halimi që e përmena ma heret. Me një kartonë të dikun e gjetë thera edhe një shikush është, 2 shikush, 3 shikush, 4 shikush, që ajo ka ndihmu tani për me ditë kush ku është. Edhe e kimi këthymar, edhe i kimi mbulu, bile ajo që më kujtohet shumë, të regova për bijat e Bashabat prezent, po veç qëndronin kom, po ka orë dhe një vajzë, një prindi, se tha babën e kom këtu, më va gjetë. E kimi gjetë, e lutëm që mos qanë, mos përtet, se në vjehinati ishim të rëthun nga në misht. Edhe fjallën e gjetë, spriti poshtë, e përqafi, prap hypin altë, edhe nuk kalu prej ati veni. Ka qenë një plak haxhi po mduket, isha misit kuqe pështjel, i veshën mirë, pak ma largë, merke therën një gardë, edhe dhezin i zjarëm, e loqëmijat vojzën e atina Rahmetlis, shkon zeu, se i ka qenë ftovë vërtet, po nuk pranoj këtë eri ku është pulu krejt. Po thëmë, janë në raste që na kujtojnë çdo san, po ka do është i modhe zëtë, familje e shori është rritë, po rritët, me nipa mesa, me djemë, se cili ma i mirë se shoqi. Janë ata djemë 3, edhe Shabani është i paparë që thuaj. Edhe Homza, edhe Ademi, edhe janë që talojnë synin qelë, të kujdeshëm, të përgatitur me eru atë madhështi që e kanë lënë të partë të tyne. Isha dhe Zoti i runë, se është një kohë që peshohemi bashkë, nuk o letë. Këto rrethona nuk o letë, po ja dalin. Profesor, fushveprimet tuaja për atë dheon janë të shumta. Një ndër to është edhe pajtimi i gjaqeve, punë cilën e bëni tash 35 vite. Çfarë mund të na thoni për gjatë këtyre viteve? Pikërisht për pajtimin e gjaqeve. Unë kam filluar në Malishev. Atëherë kam qenë anëtar i kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës për Malishev. Studentët tonë të Malishevës, me i herë mas 2 shkurtit, kur dulen në skenë, studentët nga Lumbardhi atje, i Deçanit, të Verrat e Lukës, fillojnë studentët e komunave të ndryshme me i themelu këshillat e pajtimit. Dhe ata studentët, dikun ka data 18, një muj fix për para, 18 shkurt, është themelu këshilli i pajtimit të Malishevës. Me 18 mars, vërtet jo bashkëdit, një ditë për para, sigurisht me 17, vinë në kryesinë e lidhjes demokratike. Edhe kërkojnë ndihmë prej neve. Thotë na kemi themelu këshillin e pajtimit, po për në duhen njerëz më të pjekun. Edhe shkojnë në gjimnas. Edhe atje kërkojnë ndihmë.
tash 3 veta për kryesisë Lizë Demokratike, edhe 3 veta nga gjimnazi, edhe disa veteranë të arsimit, disa njerëz që konakun e kanë pas si pleqnar të kohës, edhe jemi shumu, edhe një imam Mulla Xhevat Kryzion, edhe jemi bo tamam një grupë mirë, se jemi dalë në teren, edhe nuk jemi nalë më kur, deri që tash që po flasë me ju, ka dorë Zoti, si me nalë këtë mision të shajt, tham, liresh që pajtimi i gjaqeve, plagëve dhe ngatresave, i ka parapri luftës shlirimtare. Mas pare, a du të pajtohemi ne me zveti, mas ta marim të thomë një tjetrin, e pastaj mi jam sy me anë mikun. A bo punë e jashtëzakonshme. Sidomos me të 90, 91 dhe 92, që ka qenë një angazhim i tërë popullit. Unë e shokëve të mive thamë, ne thojmë, kemi pajtu ka gjaqe, po është populli që ne ka përgadit, se i ka folë, djali babes, vlaut, kujshis, nipi, dajes, me një fjalë ku ka pas mos marrëveshje gjaqe plaga për nga tresa, jemi ndihmu nga komplet populli. Shumë venën e ka orë nana, edhe i ka detyru, po i ka thot jemi qurë kam, shumë, aty është një oqeani tonë. Bile, kam përgatit një dokumentar para 5 viteve, për pajtimtarët e Prizrenit, që nuk i kemë në këtë jetë, dhe për atëherë kanë qenë 3, tash është një, thot para 5 vjetë e kanë qenë 3, se tash u bën 35 vjetë, edhe për ata që janë gjallë, po janë në moshë të shtyme dhe shëndet ligë, po edhe për 2-3 që ka jemë gjallë, një dokumentar ku tregon punën e Këshillit Pajtimit të Prizrenit, po do thomë një copë histori, një pikë ujë ndeti që thojmë, mirë po, këto janë ngjarje që duhet të kujtuar, po duhet edhe t'ja lajmë trashëgim. Keni shkruar diçka për ta? Planifikohet shkruhet diçka? Thash, dokumentarin e kam, dokumentarin e kum kaluar në libër, ajo është veç në përfundim e sipër, dhe inshallah me 14 maj, 2025, me 14 maj, do ta publikojmë dokumentarin. Vjeni datën të tregova, tash me në vetë, ndash hajde, ndash qysh dash e të Urojmë të jemi pjesë e promovimit të këtij libri të madh. Profesor, për fund, me që jemi në minutat e fundit, ju jeni edhe imam. Mund të jepni ca këshilla si t'jem unë më patriot, më atë dashës tani, në kohën tuaj ka qenë forma e caktuar se si duhet kontribuar për vendin. Tani sot. Patriotizmi është vepër. Se çfarë vepër? Fjale punë është, vepër është. Mas me harru, kush je? Je shqiptar. Mi au spjegu popullit, gjematit. Mi au spjegu. Çka na thot i madhi Zot? Çka ndalon dhe çka lejon? Mi u tregu që si me dasht këtë dhej. Koran ki sa të dush, po i madhi Zot thot për ata Koran, vela te kulu lime ju këtelu fi se bilillahi. Ata që janë robë, mos thoni kanë vdek, thot Zoti. Po i madhi Zot betohet, në kuajt betohet, vel adiyati dabhan. Betohet Zoti xhaleshanuhu në kon mjetin e luftës. Po në luftëtarin, po ku guxojmë flasim keq për luftëtarin, për kurbanin e vendit. Për ai që ka qenë i gatshëm, ta jep jetën. S'ka pas aty. Më nalë me këqyrë forcën e armikut, edhe ne t'y bajt me krah, edhe ato kalasha, jo më tepër, ne jo armatron me kuajt e Shqipërisë.
Sot këtu duhet kem kujdes. Gjematin, këta njerës të ishti me dasht këtë dhe, me dasht këtë dhe, sa la me gjak. E hoxha ka sot dush, dash prej hadithet profetit, dash prej Kur'anit, famlarët, dash me sjelljet e tina, me edukatën e tina, dëgjohet fjala hoxha, gjemati këshyrë në lullë balë. Të regoj që kush jem dhe qka jem, kush e një vetën e vetën, një zotën e vetën, kush e një vetë vetën, si e kur qojq. Kështu vlloja. Qartë. Profesor, ka shumë edhe për diskutuar, mirë po mjaftojmë për kësaj radhe me kaq, ne ju falenderojmë që keni marrë rrugë gjatë për të bërë pjesë e emisionit sonte. Zoti ju shpërblet dhe ju dhash të mira. Zoti të marrë në të mirën edhe juve. Inshallah, gjithër lutën faqe barë për kësaj botë, dhe inshallah ruajmë atë që është e shajt, se na duhet neve dhe brezave. Ora, faleminderit shumë. Ka shumë mirë. Dashur miq, është tek emisioni sotëm Z Podcast, uroj të keni kaluar çastet e këndshme, ne me kaq e përmbyllim, takohemi të martën në po të njëjtin orë. Deri atëherë, mirëmbëjtje, selam aleikum.